Partini fitore dramatike dhe shumë emocionuese. I largoni edhe me tepër rivalëve tuaj. Urime. Fitore që të bën me zemër deri në sekondat fundit. Komplimentat djemve, ka dhënë karakter. Ndoshta shumë pak terren, i lëmë Elbasanit me lut nga që edhe ndeshjet e fundit kemi pas sukses duke e mbyll me 0, shumë terren, psuam gol. Edhe më në 10 minutat e fundit dolme përpara, lam shumë hapësina, mund të edhe të ndëshkoshin. Po fal karakterit djemve luftë tyne. Përqendrimit maksimal, arritëm me fitu, bravo i qoftë, sepse bënë një ndeshje si burrat. Shumë tension fund, profesor, çfarë ndodhi? Po ne në Shqipëri e kena vështirë me pranu humjen, në qoftë se sporti nëpër botë është arktim, është kënaqësi, te ne është shumë e kena shumë vështirë me pranu humjen. Ishte gjithçka ose korrekte gjatë 90 minutave të lojës. Nuk e di kam kanë larg tek rrëmuja që u bën në fund, nuk vjen mirë hiç. Po gjithsesi janë pjesë e lojës, gjëra që mbyllin fushën e lojës, gjëra që kryejnë. Profesor, nganjëherë është naive ekipi apo ka momente shpërqendrimi? Sepse Jo. Gjithë loja u bizotrua dhe po të përfundon në barazim të dukej sikur falim 2 pikë. E thash, nga që kena shumë ndeshje po hangër gol, kishte një vetbesim të prumë që nuk do të pësoshim gol prap. Atëherë kur se pret, kur u bë me matë fort, fut me edhe Çelikovicin në fazën mbrojtëse të zorë me Gurishtën nga djata për ta forcuar mbrojtjen, pikërisht në atë momente na erdhi edhe psum golin, po futbolli është i tillë, gabimet janë pjesë e lojës, kështu që kishim mundësi tona përpara me vrandeshën u bë 2-0, sa arritëm, po duhet të them komplimente edhe për Elbasanit sepse ka një ekip. Një fitore për ditëlindjen e Vllaznisë, padyshim një gëzim i dyfisht. Me thonë drejtën, shqyr Zotit, sepse gjithmonë në atmosfera tilla, më e mendoj kur kam qenë futbollist, po edhe gjithmonë na kanë penalizu pak sepse ambienti është pak euforik, sa nikon edhe te ne, shqyr Zotit fitume, dhe i uroj tonë Shkodrës, sepse Vllaznia është emblema kësaj Shkodrës, gëzuar ditëlindjen, i them çdo shkodranit, sepse 107 vjet janë pjesë e viteve çdo qytetar. Po shikon tani si rivalin tonë kryesor për titull? Momentalisht gjonat janë në dorë tonë, unë shoh Partizanin që është afru dhe mundet me kenë pjesë e katërshës. Është bë kampionati shumë i fortë, ne jemi pikë përpara, por që nuk duhet për asnjë moment të alshojmë, duhet jemi... Në tepër që ato për gjysmojnë. Pikërisht, ne na duhen pikë, kena nevojë për çdo pikë të mundshme, për momentin jemi mirë, por duhet të ulemi fort me kam tokë, qysh nesër që kemi stërvitje dhe shtunën që kena një ndeshje jashtëzakonisht vështirë mbas. Mendojmë për ndeshjen e Ballshit, mendojmë për stërvitjen e nesërme, mendojmë që çdo gjë duhet përqendrim maksimal sepse rruga është e gjatë dhe shumë e vështirë. Do të vjen nga Stoli edhe shënon një sinjal për ju. E kam thënë edhe më përpara, Vllaznia nuk pavarësisht se ka lojtarë të shkëlqyeshëm, por unë du me thënë që ajo që e bën Vllaznin e fortë, e bën Vllaznin e madhe është grupi, kështu që s'duhet veçoj asnjërin, duhet veçoj vetëm emrin Vllaznin. Profesor, kjo është fitoria më të radhëzi dhe duket sikur skuadra ka fituar imunitet edhe ndaj një kundërshtari tjetër akoma më të fortë, që është euforia. Pikërisht, tash duhet jemi më të vëmendshëm, tash duhet jemi më pragmatista, më cinik. Në fund të 90 minutave duhen 3 pikë, duhet mendojmë fort për ta. Por thash, nesër stërvitje, mas nesër stërvitje deri ditën e shtunë, përqendrim maksimal sepse është kampionat i gjatë. Përshtyrin e Ballës për këtë radhë për kampionat. Ko që prisni përsëri Byllësi në Shkodër për Kupën e Shqipërisë. Ne ishte shumë e vështirë, ne fitum Ballës, por s'është isoj si kupa si kampionati, unë po është edhe Ballës që ndje duke bëjë ndeshje shumë të mirë në Durrës, pavarësisht se humi, do të jetë një ndeshje shumë e vështirë, që do ta vlerësojmë maksimalisht, pa çka se kemi disa mungesa, por edhe lojtarët që janë në pjesë e Stolit janë të gatshëm. Është një ndeshje më e vështirë se kjo e sotmja. Do të shkojmë, do të punojmë gjithë javën, edhe do të shkojmë të arrijmë maksimumin e mundshëm, sa do të dalin, më ne kjo është edhe në dorë të Zotit. Urime, profesor. Faleminderit.